Shumica e tyre tani që do t'jenë në Kosovë do t'na votojnë edhe do t'a kem pak ma letë. Pra, nëse i sheh partit tjera, kanë vota në diasporë, po kanë edhe sistem mirë me mble votën. Ne kemi shumë vota në diasporë, kemi shumë përkraje, po nuk kem ndërtu një sistem të mirë me mbledhat votë. Tashme është një lloj çlirimi, se mo nuk jem në atë pritjen. Ajo pritja ka qenë e ranë, siguraj nuk jem një mirë asnjëherë. E kom përjetu edhe shqetësimin e qytetarëve. Plot na pyetën, çka po bëhet, pse s'po bëhet. Tashmove që dim që mur fund kjo situatë, tash e kemi datën, 28 dhjetor. Dije tashme, po. Ne kemi shpresuar në 21, se do të ishte ma lehtë për gjithë ne. Edhe diaspora do të ishte në Kosovë, sa ta nga data 18 dikun, mbyllet vitin perëndim, po edhe do të ishte mundësi që me i kry zgjedhjet dhe me kalu një periudhë ndryshe, pra ndrimin e moteve. Tash është e qartë, jemi 28 dhjetor, ka qartësi. Parti duhet jetë ngatshme për zgjedhjen në cilën do kohë, por data është problematike, Haradinaj. Besoj që e menaxhojmë datën, pra... As është një goditje kjo, do të shoh për njerëzit në një ambient festiv të dalin në votime. Është një lloj mos përfilja, mos respekti për qytetarin e vendit, mirë po ne nuk ikim përgjithësisht askush, pra qytetarët e Kosovës ju kanë përgjigjë Kosovës, ju kanë përgjigjë atë në gjitha situatat. Edhe nuk kanë mungu asnjëherë. Shpresoj shumë që ashtu si do të bashkohem për fund vit, se Kosova Fremon është një diçka që është interesant. Nga ata që garojnë, që kryetarët partive, unë jam i vetmi që kam qenë edhe gurbeçar. Unë kam jetu 10 vite jashtë vendit, kam marrë në luftë që shedin gjithë, po 10 vite kam jetu në Zvicër, kam punëtor kam qenë, si punojnë gjithë, atëherë kanë qenë kushtet ma vështira, puna ma e ranë, kemi hekë shumë. Unë e këzona shumë kur vinë, vllazit e motra tonë në Kosovë, se kam familjare, kam shumë mishë, unë e nja shumë njerëz që i duhe, më dojnë, do ta kenë ma letë me më votue, se t'ju thëmë drejten... Ma letë do ta kenë me të votu? Po, në Kosovë, po shi që një pjesë e madhe atyre që kishin pas dëshirë me na votue, nuk kanë mëri me i përmbush ato proceset bürokratike, dokumentacionin, gjithat formalitet. Shumica e tyre tani që do t'jenë në Kosovë, do t'na votojnë edhe do t'a kem pak ma letë. Pra, nëse i sheh partit tjera, kanë vota në diasporë, po kanë edhe sistem mirë me mble votën. Ne kemi shumë vota në diasporë, kemi shumë përkraje, po nuk kem ndërtu një sistem të mirë me mbledhat votë. Tani e kem një përparësi se vota na vjen këtu, na vjen njerëz, po punojmë, pra ju tha që entuziazëm. Po shije, po ka fillimi, po shije dhe entuziast. Jo, kur ki qartësi, është ma letë me jetu në kohë, kur ka qartësi, kur dihet çka duhet me bo, si duhet me bo, ku duhet me mri, ka qenë shumë rënd me jetu në këtë kohën e pritjesh, po e thëmë drejtë. Ka qenë një lloj situate jo e mirë, e më vjen mirë që tash jemi veç në punë.